Right, I did actually struggle some today with what to preach also. Tani kisha edhe disa vështirësime çfarë do predikoja sot, tani domethënë. But I believe the Lord directed me to a familiar portion of Scripture Por besoj se Zoti më drejtoi tek një shkrim I njohur that I've actually preached before, but in a different message. që kam predikuar më përpara, po në mesazh të And ndryshëm. so we'll be in the book of Job today, chapter 13. Që do jemi te libri I Jobit, kapitulli 13, And only one small verse today. dhe vetëm një varg I vogël. And I'm thankful for this today. Dhe jam falenderues për këtë sot. I know it's a small verse, but listen to what the Lord has to say today. E di që është një varg I vogël, por dëgjoni se çfarë ka për të thënë Zoti. All right. The Bible says, though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him. Edhe sikur të më therr, prapë së prapë do ta vë besimin tek ai, por unë do t'i mirëmbaj udhët e mia përpara ti. And so this very important message today that the Lord's put on my heart Por ky mesazh shumë I rëndësishëm që ka vënë Zoti në zemrën time is maintaining our ways. është mirëmbajtja e udhëve tona. Let's pray this morning. Le të lutemi këtë mëngjes. Father, in Jesus' name, God, I know that you will help us and bless us from your word today. God, we want to thank you for Jesus. We want to thank you for the living word of Jesus Christ. We want to thank you for this written word that we hold in our hands this morning. God, I pray that you would please illuminate these scriptures in our hearts. Help us, Lord God, word for word, in context, Lord, to expound on these scriptures. And God, I pray that you would please speak to our hearts things that aren't even heard this morning. I pray, God, that you would please touch us and use us, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, I want to read our verse again this morning. Tani do ta lexoj vargun ton përsëri. It's a short verse, all Është një right? varg I shkurt. Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him. Edhe sikur ai të më therr, unë do ta vë besimin tek ai, por unë do t'i mirëmbaj udhët e mia drejt ti. Now, first we must have a little history of the book of Job. Tani do të kemi një historik të shkurtër për librin e Jobit. Now, I don't know if you know this. Tani nuk e dini nëse ju e dini, The book of Genesis is actually not the earliest book written in the Bible. libri I Zanafillës nuk është libri I parë I shkruar në Bibël. The book of Job is. Libri I Jobit është I pari. The events of Genesis we know happened first. E dim që ngjarjet e Zanafillës ndodhen të parat, But the book of Job was actually written first. por libri I Jobit ishte shkruar I pari. Now, if you don't know the story of Job, Tani nëse nuk e dini historinë e Jobit, the Bible says that Job was a righteous man. Bibla thot që Jobi ishte një njeri I drejtë. The Bible says he was a man that put off evil things. Bibla thot që ai I çonte pas gjërat e liga. The Bible says he lived right in all of the things that he did. Bibla thoshte që ai jetonte në mënyrë të drejtë në të tëra gjërat që ai bënte. That is a testimony that I wish for my life. Kjo desha që të ishte një dëshmi edhe për jetën time. But one day Satan came to God about Job. Por një ditë djalli erdhi Zotit për Jobin. And God said, there is no man like Job in all the earth. Dhe Zoti tha, nuk ka asnjë njeri si Jobi në tërë tokën. And Satan said this to him. Dhe djalli I tha këtë: If you take your hand from Job nëse heq dorën nga Jobi and touch all that he has, dhe I prek të tëra ato që ai ka, he will curse you to the face. ai do të mallkojë përpara fytyrës sënde. And the Lord looked at Satan and said, okay, Dhe Zoti e pa djallin dhe tha në rregull. all that Job has is now in your power. Të tëra ato që ka Jobi është në duart e tua. Touch all that he has, but don't kill him. Preki të tëra ato që ka, por vetëm mos ja merr jetën. And the Bible says that Satan came and he touched all that Job had. Dhe Bibla thot që djalli erdhi dhe I preku të tëra ato që Jobi kishte. His children died. Fëmijët e tij vdishin. His servants died. Shërbëtorët e tij vdishin. His farms and his animals died. Kafshët dhe bagtit e tij vdishin. And everything was gone. Dhe çdo gjë iku. But he left Job's wife.
por ai la gruan e Jobit. If you know anything about the story of Job, Nëse dini ndonjë gjë për historinë e Jobit, you know that it would have been a blessing if he would have taken his wife from him. e dini që do të ishte bekim nëse do ta kishte marrë edhe gruan me vet. So the devil left her there. Kështu që djalli e la aty gruan. All right, just a little joke this morning, Një shaka këtë mëngjes, but not really a joke. por jo shaka me të vërtet. But everything was gone. Por çdo gjë ja mori. And the Bible says that he sat in the ashes of everything. Dhe Bibla thot që ai ul në rënojat e të tëra gjëra And he looked up into heaven dhe pa parajsën. and he said, "The Lord gives Edhe ai tha, Zoti jep and the Lord takes away. dhe Zoti merr. But blessed be the name of God." Por qofti bekuar emri i Tij. Now Job had some friends that came to visit him Tani Jobi kishte disa miq që erdhën ta vizitonin and they tried to help him. dhe u përpoqën që ta ndihmon. But if you read the book of Job, Por nëse lexoni librin e Jobit, you will find out that his friends are just miserable helpers. do ta gjeni që miqtë e tij janë ndihmues, nuk din të ndihmojnë fare. And so Job is actually a help more to his friends Kështu që Jobi ndihmon shokët e tij than they are to him. sesa shokët ta ndihmojnë atë. But that's the character of a righteous man. Por ky është karakteri i një njeriu të drejtë. I want you to understand how this was written and when it was written. Dua që të kuptoni si u shkruajt dhe kur u shkruajt. You see, because it was the earliest book written. Për shkak se ishte libri i parë që u shkruajt, And so Job did not have a Bible. kështu që Jobi nuk kishte një Bibël. You'll never find a time when God spoke to Job and said this. Kur nuk do të gjeni një kohë kur Zoti I foli Jobit dhe tha këtë. Okay, I just want you to know that this is Satan that is doing these things to you. Dua që të dish që është djalli që po t'i bën këto gjëra dhe jo unë. Because if you read the book of Job, he thought it was the Lord doing it. Sepse nëse e lexoni librin e Jobit, ai mendonte se po I bënte Zoti ato gjëra. Now we know the Lord allowed it, Tani e dim që Zoti e lejoi, but in fact it was Satan that was doing it. por në fakt ishte djalli ai që po I bënte. There are times in later chapters that Job calls God his enemy. Ka kohë në kapitujt e mëvonshëm që Jobi e quan Zotin armikun e tij. He doesn't know Ai nuk di, because Job didn't have a Bible. sepse Jobi nuk kishte një Bibël. And here this morning in our verse, Dhe këtë mëngjes në vargun ton, we see what Job says. shikojmë se çfarë thot Jobi. Job says, "Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him." Edhe sikur të më therë, prapë së prapë do ta vë besimin tek ai, por unë do t'i mirëmbaj udhët e mia përpara Tij. This morning, you and I must maintain our ways before the Lord. Këtë mëngjes unë dhe ti duhet të mirëmbajmë udhët tona përpara Zotit. What does this word maintain mean? Çfarë do të thotë kjo fjala mirëmbajtje? It seems like an easy word. Duket si një fjalë e lehtë. It does mean to hold, Do të thotë që të mbash, but it also means to preserve. por edhe do të thotë që të konservosh. It means to support, Do të thotë që të mbështesësh, to not let to fall që mos ta lësh që të bjeri or to fail, ose të dështoj. not to surrender, Jo të dorëzohesh, but to continue por të vazhdosh and to stand in place strongly. dhe të rish këmbgulur në vend. Job said, "I will hold my ways." Jobi tha, unë do të mbaj udhët e mia. I like the word that he uses here. Më pëlqen fjala që përdor këtu. He says, "Though he slay me, yet will I trust in him." Ai thot edhe sikur të më therë, prapë së prapë do ta vë besimin And tek ai. then he uses that word, "pour." Dhe përdor atë por. It means that it doesn't matter what's happening over here. Do të thotë që nuk ka rëndësi se çfarë po ndodh këtu. I'm going to continue for God. Unë do të vazhdoj për Zotin. And that's important this morning. Dhe kjo është e rëndësishme këtë mëngjes. He says, "I will never stop living for God." Ai thotë që unë kur nuk do të mbaroj si jetuari për Zotin. And you and I this morning can gain some courage and strength Dhe këtë mëngjes mund të marrim inkurajim dhe forcë. to do the same thing that Job did. Të bëjmë të njëjtën gjë që bëri Jobi. If you were here on Wednesday night, Nëse ishe këtu të mërkurën, you remember the phrase that we found in Romans chapter number 8, do të kujtoni frazën që gjetëm te Romakëve kapitulli 8, where Paul says, kur Pali thot, "Who shall separate us from the love of God?" kush do të na ndajë ne nga dashuria e Krishtit. I thank God for that verse in my life. Unë
falenderoj Zotin për këtë varg që është në jetën time. But we have to remember, Por duhet të kujtojmë, Job did not have a Bible. Jobi nuk ishte një Bibël. He thought God was killing him. Ai mendonte se Zoti po e vriste atë. He thought God was his adversary. Ai mendonte se Zoti ishte armiku I tij. And he knew how good God had been to him in his life. Dhe ai e dinte sa I mirë Zoti ishte me të në jetën e tij. He knew he was the Almighty God. Ai e dinte që ishte Zoti plot fuqishëm And he says here, dhe thot këtu, no matter what he does to me, nuk ka rëndësi se çfarë më bën mua, I will keep my ways before him. unë do të mirëmbaj udhët e mia përpara tij. What a wonderful thing to say. Çfarë një gjë mrekullueshme për të thënë. And you and I can leave here this morning saying the same thing. Dhe unë dhe ti mund të dalim në ky vend duke thënë të njëjtën gjë. But there are two things that we must do. Por ka dy gjëra që duhet të bëjmë. Only 2 points this morning. Vetëm dy gjëra. We must make the decision to maintain our ways. Duhet të marrim vendimin për të mirëmbajtur udhët tona. Look at the last part of the verse here. Shikoni pjesën e fundit të vargut. He says, but I will maintain mine own ways before him. Por unë do t'i mirëmbaj udhët e mia përpara tij. There was a decision that was made in the mind of Job. Ishte një zgjedhje që u bë në mendjen e Jobit. He says, I will. Ai thot unë do të. Job made a decision. Ai bëri një zgjedhje. You and I must make a decision. Edhe unë dhe ti duhet ta bëjmë këtë zgjedhje që thashtu. I want you to understand first that this was a personal decision. Dua që të kuptoni që ky ishte një zgjedhje personale. He says, I will maintain mine own ways. Ai thot që unë do t'i mirëmbaj udhët e mia. I love each and every one of you this morning. Më pëlqejnë të tërë që janë këtu. I thank God for each of you. Unë falenderoj Zotin për secilin prej jush. And as much as I may want to, Dhe sa unë mund të dua, I cannot keep your ways for you for Christ. unë nuk mund të mirëmbaj udhët tuaja për Krishtin. It breaks my heart when I watch people walk away from the Lord. Më thyet zemra kur shikoj njerëzit që I largohen Zotit. It breaks my heart when I watch people walk out of here for the last time Dhe më thyen zemrën kur shikoj njerëzit që dalin nga këtu për herë të fundit. and that they are going to live out in the ways of the world Dhe që do të jetojnë në mënyrën e botës. and not the ways of the scriptures. Dhe jo në mënyrën e shkrimeve. They know that they're doing it because there's a decision they made. Ata e din që po e bëjnë sepse është një zgjedhje për të marrë. They maybe don't like the conviction of the ways that God brings. Ndoshta nuk pëlqejnë atë ndërgjegjen që sjellin mënyrat e Zotit. But let me tell you this morning. Por le t'ju them këtë. The Bible is offensive to the heart. Bibla është ofendon zemrën. Because the Bible says that the heart is wicked. Sepse Bibla thotë që zemra është e ligë. And when we read this living word, Dhe kur lexojmë këtë fjalën e gjallë, it fights with that wickedness in the heart. ajo lufton me atë ligësi që keni në zemër. It hurts sometimes to read things in the Bible, Dhe ndonjëherë na lëndon kur lexojmë gjëra në Bibël, but it should. por duhet të na lëndoj. And those of you that are Bible readers, you know exactly what I'm talking about. Dhe ata që lexojnë Biblën këtu e dinë se për çfarë po flas. I see things in here that hurt my flesh. Shikoj gjëra këtu që më lëndojnë mishin. And it's the right it's right to keep the ways of God. Dhe është e drejtë që të mbajmë udhët e Zotit. And notice something that we must remember. Dhe shikoni diçka që duhet të kujtojmë. God says that Job's ways are righteous ways. Zoti thotë që udhët e Jobit janë udhë të drejta. Pay close attention to this morning. Dhe keni mendjen. All right? Job was a righteous man. Jobi ishte një njeri I drejtë. There was not another man like him. Nuk ishte asnjë njeri tjetër si Jobi. So when Job says, I will keep my ways before God, Kështu që kur Jobi thotë që unë do të mirëmbaj udhët e mia përpara Zotit, he's not saying it like those who walk away from God nuk po e thotë si ata që largohen nga Zoti and live for the world. dhe jetojnë për botën. Because the ways of Job were righteous ways. Sepse udhët e Jobit ishin udhë të drejta. He says that I will keep mine own ways before him. Ai thotë që unë do të mirëmbaj udhët e mia përpara Tij. Job made a decision, Jobi bëri një zgjedhje, a personal decision to keep his ways before God. një zgjedhje personale për të mbajtur udhët e tija përpara Zotit. He was taking full responsibility Ai po merrte përgjegjësi të plotë for his choices in his life. për zgjedhjet e tija në jetën e tij. And understand this also. Dhe kuptoni edhe këtë, This is hard to preach this morning, but it's the truth.
Kjo është e vërtet, kjo është e vështirë për t'u predikuar, por është e vërtetë. Job did not make keeping his ways Jobi nuk e bëri këtë mirëmbajtjen e udhëve të tija someone else's responsibility. përgjegjësinë e dikujt tjetër. I want to say that again. Dua ta them përsëri. Job did not make keeping his ways Jobi nuk e bëri mirëmbajtjen e udhëve të tija someone else's responsibility. përgjegjësinë e dikujt tjetër. What do I mean by that? Çfarë dua të them për kësaj? If Job had a pastor, Nëse Jobi kishte një pastor, Job's pastor did not have to come to him every week pastori Jobit nuk ishte pse I vinte çdo javë and say, hey, look, we shouldn't do this. dhe t'i thoshte nuk duhet ta bëjmë këtë. These are things we don't do. Këto janë gjëra që nuk bëjmë. He didn't have to chase Job all the time and tell him to come to church. Ai nuk I duhej që ta ndishte Jobin tërë kohën dhe t'i thoshte që të vinte në kish. Job did not have to rely on other people for his spiritual success. Jobi nuk mbështetej tek njerëzit e tjerë për suksesin e tij shpirtëror. Job just kept his own ways according to the word of God Jobi thjesht mbajti udhët e tija sipas fjalës së Zotit, because it was a personal decision sepse ishte një zgjedhje personale and it was his responsibility. dhe ishte përgjegjësia e tij. And the Bible says it pleased God. Edhe Bibla thotë që kjo e kënaqi Zotin. Now that's a lot better than it sounded, I promise you. Tani kjo është më mirë se ç'dukej. I wish most Christians would get that in their minds. Shpresoj që shumëta e krishterëve ta kishin në mendjen e tyre. And remember this, Dhe kujtoni edhe këtë, Job didn't even have a Bible. Jobi nuk kishte Bibël. He didn't have a written word in his hands Ai nuk kishte fjalë të shkruar në dorën e tij, that told him all that God expected of him, që I thoshte të tëra çfarë priste Zoti, like you and I do. si unë dhe ti kem. He still kept his ways. Ai prap e mbajti udhën e tij. Let me ask us a question this morning. Le t'ju bëj të tërëve një pyetje. What's our excuse Çfarë është justifikimi jon for not making a personal decision to keep our ways before God? për mos të bërë një zgjedhje personale për të mirëmbajtur udhët tonë përpara Zotit? We have the Word of God, Ne e kemi fjalën e Zotit, but the truth is many times we neglect it. por e vërteta është se shumëta herëve e harrojmë. Let's make a personal decision this morning. Le të bëjmë një zgjedhje personale këtë mëngjes, It was also a practical decision. por ishte edhe një zgjedhje praktike. Job knew that it was worth living righteous. Jobi e dinte që ja vlente që të jetoje në mënyrë të drejtë. And because of that, Dhe për shkak it kësaj was worth maintaining. ishte vlente që ta mirëmbante. All right? Why should we start something if we're not going to finish it? Pse duhet të fillojmë diçka nëse ne nuk do e përfundojmë? Why have something so precious Pse të kesh diçka kaq të çmuar and then allow it to decline? dhe ta lësh që të bjerë? We were speaking the other day with Brother Londi. Po flisim ditën e kaluar me vllajën Landi. I'm sorry to say this, but it's just funny. Më vjen keq ta them këtë, por është qesharak. You have to be very careful telling the pastor things Duhet të kesh kujdes kur I thua gjëra pastorit, because it may end up in a sermon. sepse mund të përfundojnë me njerëz të tjerë. Somebody made and brought him a meal. Dikush I solli atij një vakt. It was not so tasty. Nuk ishte aq e shijshme. And you remember that he just got saved a few weeks ago. Dhe e kujtoni që u shpëtua për para disa javësh. Leon's already laughing. Dhe Landi po qesh. His family was praying for the food, Familja po lutej për ushqimin. starting with little Christella, Dhe filloi me Kristel në vogël and then it came all the way to Brother Londi. dhe pastaj përfundoi te vllai Landi. And he knew what was sitting in front of him. Dhe ai e dinte se çfarë ishte përpara tij And he said something like this. dhe tha diçka si kjo. He said, Lord, Dhe tha Zot, I thank you for this food. të falenderoj për këtë ushqimin. You know what this is. Ti e di se çfarë është kjo And I'm thankful that you sacrificed yourself for me. dhe unë jam falenderues që sakrifikove vetëm për mua. And I'm going to sacrifice myself for Dhe you. unë do të sakrifikoj vetëm time për ty. Amen. Amen. And you know what's great about that? Dhe di se çfarë është e mrekullueshme për Is këtë. sometimes we get so proper Ndonjëherë bëhemi kaq të drejtë and we make our prayers and our lives dhe bëjmë lutjet tona në jetën tonë into something so beautiful that looks really good, në diçka kaq të bukur që duket kaq mirë, but on the inside it's actually not spiritual. por na brenda nuk është shpirtërore. God just wants you to live for Him and talk to Him. Zoti do që ju të jetoni për atë dhe të flisni atij. This was a practical decision that Job made. Kjo ishte një zgjedhje praktike që bëri Jobi. He says, I know how much living for God means to me. Ai tha, unë e di se sa vlerë ka jeta për Zotin tek mua.
And I'm going to make this decision to maintain my ways. Dhe unë do ta bëj këtë zgjedhje për të mirëmbajtur rrugët e mia. As I sat in my office preparing this message, Kur ula në zyrë duke përgatitur këtë mesazh, I was laughing about this thing that happened with Brother Lundy. po shesha me këtë gjë që ndodhi me vllai Landi. And God got right up next to my heart, right there in my office. Dhe Zoti ju afroa zemrës time aty te zyra, And this is what he spoke to my heart. dhe ja se çfarë i tha zemrës time. He said, I know that's funny. Unë e di se kjo është për të qeshur, I believe God has a sense of humor. dhe unë besoj se Zoti ka, me thënë, një humor. I believe he probably thought that was funny. Dhe unë besoj se ai mendonte se ishte qesharak. But this is what God asked me. Por kjo është se çfarë më pyeti Zoti. Why are you not so honest like that with me anymore? Pse nuk je edhe ti kaq i sinqert me mua? We get so proper and we make everything look so beautiful. Ne i bëjmë gjërat të duken kaq të bukura, When God just wants us to give him our heart. kur Zoti thjesht do që ne t'i japim zemrën tonë. Don't ever lose that honesty. Mos e humbni këtë sinqeritet. Talk to him about these things. Flisni me ato me këto gjëra. I know it sounds funny, but it's true. That's what God wants. E di se duket qesharake, por këtë do Zoti. It was not only a personal decision Nuk ishte vetëm një zgjedhje personale or a practical decision, ose një zgjedhje praktike, but it was also a private decision. por ishte edhe një zgjedhje private. Job said here that he was going to maintain his ways Jobi tha këtu që do të mirëmbante udhët e tija before the Lord. përpara Zotit. He was not making this decision to impress others. Ai nuk po e bënte këtë zgjedhje të duke I mirë për tek të tjerët. He was not trying to make a show in front of the world. Nuk po përpiqej të bënte një karagjos përpara botës. I'm keeping all of my ways before the Po Lord. mbaj të tëra udhët e mia para Zotit. That's not what he did. Kjo nuk është se çfarë bëri ai. He simply wanted to be right with God. Ai thjesht dështe që të ishte I drejtë me Zotin. The Bible says the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Bibla thot, sytë e Zotit janë në çdo vend, duke vështruar të keqen dhe të mirën. Let me ask you a question this morning. Le t'ju bëj një pyetje këtë mëngjes. Listen closely. Dhe më dëgjoni me kujdes. Have you made the decision to keep your ways before Him, A keni bërë zgjedhjen që të mirëmbani udhët e tua përpara Atij, no matter what happens? pavarësisht se çfarë ndodh? If you've made that decision, Nëse e keni bërë këtë zgjedhje, why are you doing that? pse po e bën? Is it to show others how spiritual you are? Aty është t'ju tregosh të tjerëve si sa shpirtëror që dukeni, Or is it simply to please God? apo është thjesht që të kënaqëni Zotin? The second thing that we must do Gjëja e dytë që duhet bëjmë is we must be determined to maintain our ways. është që duhet të jemi të vendosur që të mirëmbajmë udhët tona. Job says here in the first part of our verse, Jobi thot te pjesa e parë e vargut, though he slay me, yet will I trust in him. edhe sikur të më therë prap do të vë besimin tek ai. This is an incredible statement. Ky është një fjalim I mrekullueshëm. Job was not in this thing to be comfortable. Jobi nuk ishte brenda kësaj gjëje që të ishte I rehatshëm. Job had not committed himself to God to see what he could get from him. Ai nuk I ishte futur kësaj gjëje që të shikonte se çfarë mund të merrte prej saj. He was committed to God because it was right. Ai ishte përkushtuar Zotit sepse ishte e drejtë. Job did not make the decision to commit himself to God Jobi nuk e bëri zgjedhjen që t'i përkushtoi Zotit because of how God did things in his life. sepse si bëri Zoti gjërat në jetën e tij. He did not commit himself to God for selfish reasons. Nuk e përkushtoi veten tek Zoti për arsye e ndacake. Job said, I don't even care if he's trying to kill me. Jobi tha nuk më intereson nëse përpiqet të më vras. I will maintain my ways. Unë do t'i mirëmbaj udhët e mia. Job's thought was this: Mendimi I Jobit ishte ky. even if God does not do like I think that he should, Edhe nëse Zoti nuk bën ashtu siç mendoj unë, I will do what's right. unë do të bëj atë që është e drejtë. Even if he kills me, Edhe nëse më vret, I will keep trusting him. unë do ta vë besimin tek ai. Watch what Job says in verse 16. Shikoni se çfarë thot Jobi te vargu 16. The Bible says, and he also shall be my salvation, for an hypocrite shall not come before him. Ai ka për të bërë edhe shpëtimi im, se një hipokrit nuk ka për të ardhur përpara tij. In Job's mind, Në mendjen e Jobit, the only person that can serve God
I vetmi person që mund t'i shërbejë Zotit for what they can get out of him për çfarë mund të marrin prej atij is a hypocrite. është një hipokrit. Those are strong words. Këto janë fjalë të forta. In Job's mind, Në mendjen e Jobit, the only person that lives right personi I vetëm që jeton në mënyrë të drejtë, because someone else is telling them to për shkak se dikush tjetër po I thotë që të jetojë, is a hypocrite. është një hipokrit. In Job's mind, Në mendjen e Jobit, a person that does not love God enough to trust him një person që nuk e dashuron mjaftueshëm Zotin për ta besuar in the hard times of his life në kohët e vështira të jetës së tij, is a hypocrite. është një hipokrit. And if you read these verses carefully, Dhe nëse I lexoni këto vargje me kujdes, Job is saying that the person who is a hypocrite Jobi thotë që personi që është hipokrit, will never even have a chance to come before God. kur nuk do të vi përpara Zotit. In other words, Në fjalë të tjera, he doesn't even believe that these people are saved. ai nuk beson që këta njerëz janë të shpëtuar. Job is preaching to us this morning. Jobi po na predikon edhe këtë mëngjes. Remember, Job determined to maintain his ways before God Kujtoni që Jobi ishte I vendosur që të mirëmbante udhët e tij para Zotit righteously. në mënyrë të drejtë. He had this commitment to God without a Bible, Ai kishte këtë përkushtim pa një Bibël, without a church, pa asnjë kish, without a pastor, pa një pastor, without any true fellow believers. pa asnjë besimtar të vërtet. He did not even have the Holy Spirit living on the inside Ai as nuk kishte frymën e shenjtë brenda tij, because the Spirit had not been given to the world yet. sepse fryma nuk ishte vënë botës akoma. The Spirit came when Jesus ascended into heaven. Shpirti erdhi kur Jezusi u ngjit në parajs. Job made this decision with the determination Jobi e bëri këtë zgjedhje me një vendosje, simply because it was right. vetëm për shkak sepse ishte e drejtë. Some time ago, Disa kohë më përpara, Arnold and I were going fishing. Arnoldi dhe unë ishim peshkim. And I had some things to do before we met later in that day. Dhe kisha disa gjëra të bëja para se të takoheshim. I hate to tell this story. Dhe urrej ta them këtë. But histori. I went and I prepared everything for fishing. Po ika dhe përgatita çdo gjë për peshkim. I went for the very first time and caught our own bait for fishing. Dhe shkova për herë të parë dhe kapëm ato krimbat për peshku. And I caught bait. Dhe kapa krimba. A lot of bait. Shumë krimba. And I went, yeah, a lot. Shumë. All right. I went and I visited our friends here in the beach of Zvernets. Dhe shkova dhe takova miqt te plazhi I Zvernec. And their son downstairs had a birthday party. Dhe djali I tyre kishte një fest ditëlindje And we took the girls there. dhe çuam vajzat atje. I drove the van to the beach. Dhe pastaj e çova furgonin tek plazhi. I had all the fishing stuff inside. Kisha të tëra gjërat që më duheshin për peshkim brenda. I opened one of the rods Hapa një nga ato grepat and I threw it out there, just there at the beach. dhe e hodha atje te plazhi. But I noticed there were nets everywhere. Por pash që kishte rjeta kudo. I was so excited about fishing there. Dhe isha shumë I gëzuar për të peshkuar atje. But I knew we couldn't catch anything because of all the nets. Por e dja që nuk mund të kapnim asgjë për shkak të rjetave. And then it was like a plague came. Dhe sikur erdhi një sëmundje, si Mosquitoes came from everywhere. mu shkojnë atëherë në çdo lloj vendi. Unlike I've ever seen in my life. Dhe asnjë nuk e kam parë në jetën time. From everywhere. Në çdo vend. In fact, just yesterday, Dhe vetëm dje I was cleaning out the van and found some little mosquito bodies in there. po pastroja furgonin dhe gjeta disa mushkojna të ngordhura. And this was weeks ago. Dhe ky është e javë më Alright. përpara. But the mosquitoes were stupid mosquitoes. Por mushkojnat ishin torollake. Because we built a fire and they still stayed around us. Sepse ndërtuam një zjarr dhe akoma qëndruan aty. And it was time to leave. Dhe ishte koha për të ikur. We left and I was taking the van back off of the beach. Ika dhe po e nxirja furgonin nga plazhi. And I got it stuck in the sand. Dhe më kishte ngecur aty te rëra. And I was so determined to go fishing Dhe isha aq I vendosur që të ikja në peshkim, that I just hit the gas as hard as I could. që thjesht e shkela atë gazin sa fort që mundesha. And all it did was dig deeper and That- deeper and deeper. Edhe vetëm aq që bëri ishte që më ngeci më shumë në rër. It was time to meet Arnold and go fishing. Ishte koha për të takuar Arnoldin, But I couldn't go anywhere. por nuk mund të ikja në asnjë vend. I was so frustrated. Isha kaq I asaruar, I went in the back and I checked on the bait that I caught.
I ka aty mbrapa dhe me thënë pash ato krimbat që kisha kapur, all the bait had died. edhe të tëra ato kishin ngordh. I don't know why. Nuk e di pse, They just had died. thjesht kishin ngordh. The mosquitoes were terrible, Mushkonjat ishin të mërshme, and now the van was stuck and I couldn't get out. tani furgoni kishte ngecë dhe nuk mund të dilje. So we had to dig it out. Kështu që duhet të, me thënë, Dig it. To dig it out. Yeah. thjesht ta nxinim rënën me një kështu, me një stopat. But I had no shovel. S'kishte stopat fare. All I had was sticks in my hands. E vetëmja gjë që kishte Alright. ato shkopat e pemës. But we finally got it out. Por e nxorëm më në fund. Arnold came up, Arnoldi më erdhi and when I get frustrated, you can tell. dhe kur acarohem mund ta dalloni. You can see it on my face. Mund ta shikoni fytyrën time. I'm getting frustrated just talking about this. Dhe unë acarohem thjesht duke folur për këtë. And Arnold looked like he was a little scared. Dhe Arnoldi duke qik si i trembur And he said, "It's okay, we can go fishing another time." dhe e tha, është në rregull, mund të shkojmë për peshkim në një ditë tjetër. And I said, "No. Dhe thash, jo, I've already been through a literal hell today. kam kaluar një ferë të vërtet sot We are going fishing today." dhe do të ikim për peshkim I tani. was determined to go. Dhe isha vendosur për të ikur. We went and took all of his fishing things. Morëm të tëra ato grepat e peshkimit, We went to one place. ikëm te një vend It was full of nets. dhe ishte plot me rjeta. We went to another place. It seemed okay. Ikëm në një vend tjetër që dukej në rregull, We were setting up all of our rods. po e vinim të tëra grepat And there was another guy that came dhe ishte një burr tjetër që na erdhi, that was way over there. që ishte larg fare, But somehow he kept casting his rods and catching all of ours. por i the ato grepat dhe na kapte të tërë peshqit. Nothing was going our way. Dhe asgjë nuk po ikte siç desh. It was cold. Ishte ftohtë, We had no food. nuk ishim asnjë ushqim I don't do well when I don't have food. dhe nuk bëj mirë kur nuk ha. But we still fished for like 8 hours. Por prapë peshkuam për 8 orë. And you're thinking in your mind, why would you do that? Dhe mendonin, pse do ta bëje këtë? We still caught nothing. Ne akoma nuk kapëm asgjë. But we went fishing. Por shkuam për të peshkuar, How many more things can we say sa më shumë gjëra mund të themi that we determine in our hearts to finish që vendosëm në zemrat tona që ti përfundonin, because we get the mindset sepse kemi atë mendjen of it's just too late to turn back now? që është tepër vonë për të kthyer. Everything in the world seems to come against us, Çdo gjë në botë duket sikur na kundërshton edhe, but we push through it anyways, por ne e shtym prapë së prapë, just so we can say, look, we did it. vetëm që të themi ja shko e bëm. But yet many times when it comes to the things of God Por shumë herë kur vim për gjërat e Zotit and we have a hard day dhe kemi një ditë të vështirë, where it seems like everything comes against us, ku duket sikur çdo gjë na vjen kundra nesh, God is not the first person we turn to. Zoti nuk është personi I parë I të cilit I kthemi. We turn to our family or our friends. Ne ikim te miqt ose te familja jon, We turn to our money or a job. ose te leku ose te puna, We turn to so many other things. ikim te shumë gjëra të tjera And we are so easily thrown from the road of righteousness dhe ikim kaq lehtë nga rruga e drejtësisë and maintaining our ways before God dhe e mirëmbajtjes së udhëson përpara Zotit because of simple problems that come our way. për shkak të problemeve kaq të lehta që vinë në rrugën tonë. But if we were working towards anything else, Por nëse po punonim me diçka tjetër, we would push so hard to stay on the road to reach the end. ne do të përpiqeshim kaq shumë për të qëndruar në atë rrugë. Can I say this to all of us this morning? Dhe mund t'ja them të tërë tyre që janë këtu, You and I need to make a decision this morning unë dhe ti duhet të bëjmë një zgjedhje këtë mëngjes to stay determined to keep our ways before the Lord që të rim të vendosur për të mirëmbajtur udhët tona përpara Zotit. above any decision that we make. Mbi çdo zgjedhje që kemi bërë. He came and died for us so we wouldn't have to go to hell. Ai erdhi dhe vdiq për ne që ne mos të shkonim në ferë. Is he not worth living for? A nuk ja vlen të jetosh për atë? Hey, I'm preaching to myself this morning. Dhe unë po I predikoj vetes këtë mëngjes. We read something in the Bible, Ne lexojmë diçka në Bibël, we hear something preached,
dëgjojmë diçka që predikohet and it hurts our heart a little dhe na lëndon pak zemrën, because it should. sepse duhet të na lëndoj. Will we turn away from Him and live our own way? A do të largohemi nga ai dhe do të jetojmë në udhën tonë, Or will we surrender our heart to Him apo do t'i dorëzojmë zemrën atij and keep our ways before Him? dhe të mbajmë udhët tona përpara atij? Job lost everything. Jobi humbi gjithçka. He had more than anybody did at that time when he was living. Ai kishte më shumë se çdo njeri tjetër në atë kohë që jetonte. And when he lost it all, Dhe kur I humbi të tëra, he said, "The Lord gives." ai tha, Zoti jep, And because He gives, it's His to take away. dhe për shkak se ai jep, ai edhe merr. It's all His. Është e tëra e tij. Blessed be the name of God. Bekuar qoftë emri I tij. He said that even though He's trying to kill me, Ai thot edhe sikur të më therr, I will trust Him. unë do ta vë besimin tek ai. No matter what happens, Pavarësisht se çfarë ndodh, I'll be determined to make the decision unë do të jem I vendosur që të bëj zgjedhjen that I will maintain my ways before Him. që unë do të mirëmbaj udhët e mia përpara atij. Let me ask us a question. Le të na bëjnë neve një pyetje. Will we also make that decision? A do ta bëjmë edhe ne këtë zgjedhje? Will we also be determined A do të jemi edhe ne të vendosur to maintain our ways before God? që të mirëmbajmë udhët tona përpara Zotit? We have a decision to make this morning. Dhe kemi një zgjedhje për të bërë këtë mëngjes. Let's pray together. Le të lutemi së bashku.